Arrestohen 4 shtetas, procedojnë penalisht në gjendje të lirë 2 të tjerë për vepra të ndryshme penale. Specialistët e hetimit të krimeve ekonomike dhe financiare në DVB Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal në gjendje të lirë për shtetasit 36 vjeç dhe 32 vjeç banues në Vlorë për veprën penale mashtrimi kryer në bashkëpunim. Procedimi penal nisi pas kallëzimit të shtetases 55 vjeçe banuese në Fier, e cila pretendon se këta shtetase kanë mashtruar nëpërmjet telefonit duke u prezantuar si vajzat e saj dhe i kanë marrë një shumë prej rreth 1 milion lekësh. Specialistët e hetimit të krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë ndaluan me iniciativë shtetasit 19 vjeç dhe shtetasin e mituri 16 vjeç banues në Vlorë, pasi dyshohen se më datë 19 mars në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vjedhur një televizor në ambientet e një shkolle. Gjithashtu, shtetasi i mitur ka rezultuar se ka thyer masën e sigurimit personal arrest në shtëpi, vendosur nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprën penale vjedhje me dhunë. Specialistët e hetimit të krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë shtetasin 26 vjeç banues në Nivis Sarandë, pasi gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e policisë ju gjet dhe sekuestruar një sasi lëndë dyshuar narkotike e llojit kanabis sativa. Specialistët e sektorit të policisë rrugore në DVB Vlorë arrestuan shtetasin 53 vjeç banues në Tiranë, pasi u kap në flagrancë në aksin rrugor Fier Vlorë duke drejtuar automjeti në gjendje të dehur. Materialet procedurale ju referuan prokurorive për veprime të mëtejshme.